Bukuria nuk është pamja fizionomike, por është ajo që ndriçon errësirat, që pushtojnë shpirtrat. Është ajo që i forcon dhe i mbështet të rënit që të ngrihen sërish dhe të eci përpara. Ky është ndikimi i mirë që mund të lësh tek të tjerët. Kjo nuk do të pengojë në përparimin tënd, përkundrazi, do të ndihmojë edhe ty të vazhdosh rrugën, sepse jeta është rrotullim mes nesh. Të mbjellësh të keqen, do të korrësh të keqen. Të mbjellësh të mirën, do të korrësh të mirën. Bukuria është ajo kur i zgjat dikujt litarin e shpëtimit, kur ai është gati të mbytet. Bukuria është ajo kur nxiton të japësh dorën tjetrit kur bie, ti rahesh lehtë shpatua, ti fshish pluhurin nga gjunjët dhe pastaj të bëhesh mbështetje për të, derisa ai të mund të ecë përsëri. Bukuria në zemër është kur dikush qëndron pas nesh dhe na shtyn përpara që të ecim. Ai që ishte pranë nesh, kur ram në mes të rrugës, me fjalën e tij arritën të ngriheshim sërish. Vazhduam vetëm me aromën e fjalëve të tij, që na shoqëruan gjatë gjithë rrugtimit. I e bukur është ai ajo që na priti në fund të garës dhe ishte i pari e para që na duar trokiti. I e bukur është ai ajo që largon errësirën që pushton dikë nga barra e rëndë e jetës, vetëm me një fjalë të mirë që le gjurmë në zemrën e tij e pastaj vazhdon rrugën. I e bukur është ai ajo që jep qetësi të plotë kur brenda teje shpërthen një tërmet i fuqishëm. I e bukur është ai ajo që shëron thyerjet e fshehura brenda teje dhe shëron plagët e reja që çdo zhgënjim ja shkakton zemrës tënde. I e bukur është ai ajo që mjekon çaret e brendshme dhe nuk të lë derisa të rikthej ekuilibrin tënd të brendshëm. Vetëm fjala e tij të shëron.